Nuk I shkon as pak projekti I ri muzikor I Parashevi Simakut shpërthej në kritika. Artistja Parashevi Simaku ka vendosur të rikthehet në skenën e muzikës shqiptare pas shumë viteve mungesë. Projekti I saj I ri u paralajmërua prej kohësh nga biznesmeni Elton Ilirian, I cili e ka mbështetur këngëtaren në këtë rikthim. Së fundmi, Simaku ka publikuar vetëm një pjesë të këngës së saj të re, por pritja nga publiku nuk ka qenë ajo që duhej. Në rrjetet sociale komentet kanë qenë të shumta, por kryesisht negative. Shumë ndjekës shpërthyen të zhgënjur duke theksuar se prisnin një rikthim më dinjitoz për një artiste të kalibrit të saj. Nuk ka fjalë, është një moshë që nuk I shkon. O jam gabim, shkruan një komentues. Dikush tjetër e cilëson projektin si të papërshtatshëm për imazhin e saj, e papërshtatshme për emrin tënd dhe moshën tënde. Më vjen shumë keq që s'ke forcën të vendosësh vetë për veten, ndërsa një tjetër ndjekës e krahason me artistin Elton Iliriani duke thënë, ka filluar të bëj sjellje si Eltoni. Ka edhe nga ata që ndjen të zhgënjur nga drejtimi artistik I këngëtares, edhe këngët duhet I përshtaten moshës dhe të ngrej nivelin profesional të këngëtarit, jo ta ulin. Parashevi Simaku ka kaluar një jetë të vështirë duke jetuar për vite të tëra si e pastre në New York. Rikthimi I saj erdhi pas një periudhe të vështirë, ku ajo u ribashkua me djalin dhe ish bashkëshortin e saj dhe ju nënshtrua një terapie për shëndetin mendor. Megjithatë, mes kritikave ka dhe nga ata që e mbështesin rikthimin e saj, duke vlerësuar forcën dhe guximin për të rikthyer në muzikë pas kaq shumë viteve mungesë. Disa komentues shprehen se ajo meriton një shans të dytë dhe e inkurajojnë të vijojnë me pasionin e saj për muzikën.